që në qoftë se Alianca për Shqiptarët shkon me BDI-n, fitohen mbi 20 deputet dhe Leni i merr dikundi 5-6 deputet maksimum. Do me thënë u adhat ju fitore? Jo që u adham, po distancimi jonë, ne atër dolëm prej qeverie. BDI kishte atër kryeministër shqiptar, kishte 9 ministra tjerë shqiptar, kishte 6-7 zëvendës ministra, gjithaq kishte edhe sekretar shtetror dhe dikundi mbi 300 drejtor, vetëm BDI-a, bashkë me Aliancën për Shqiptarët natyrisht. Dhe mund të them se 2 vitet e fundit të qeverisjes së BDI-s, 2022-2023, derisa e udhëhiqte qeverinë zotri Kovacevski, ishin vitet kur BDI-a vërtet ka pas pushtet real dhe pushtet të jashtëzakonshëm krahasim me qeverisjet e kaluara të BDI-s. Në qoftë se e krahasojmë periudhën 2008-2016, BDI-a ka qenë në hije në qeveri, totalisht. Kurse këto periudhën 2022-2023 është e vërtet se ka pas pushtet real ashtu si u takon shqiptarëve. Por ne, me shumë shok të Aliancës për Shqiptarët, ne kemi pasur kaos kryesor e ndryshimit. Unë e kam thënë edhe atëherë, ekziston BDI dhe ekzistojnë derivatet të BDI-s. Këto janë Leni. Të gjithë ato janë njerëz të cilët kanë dalë prej BDI-s, po mirë që kanë dalë. Dhe ishte moment që ne ishim vendos. Dhe kyçja e Aliancës për Shqiptarët në Len, e cila u shndrua në Vlen, do të një ishte kauza jonë, shumë vjeçare për ta sjellë ndryshimin. 2 ka qenë sinqerisht edhe kryeministri Kurti, i cili më ka bindë se mirë është të bashkohen të gjitha partitë edhe të dilet në një garë me BDI. Dhe dolëm në 8 maj të vitit 2024 dhe morëm 107.000 vota si Vlen. Përkundër BDI-s, e cila kishte 137.000 vota bashkë me partinë turke, e cila unë kam thënë në kohë se ka dikon 20.000 vota, dhe tash në zgjedhjet lokale u pa që partia turke me listat e këshilltarëve i mori afër 20.000 vota, parti Rome dhe parti Bosnjake, të cilët me siguri partia Rome dhe Bosnjake bashkë kanë diku 7-8.000 vota. Dhe 20.000 të turqve janë dikundi 25-6.000. Aq sa ishte diferenca mes Vlenit dhe frontit evropian. Do me thënë, pas një drejtori, pas një ministri, pas një beneficion, pas një pushtet, me kryeministër të BDI-s, kryeministër teknik, me 10 ministra të BDI-s, ne ishim në një përballje politike dhe e sollëm ndryshimin duke besuar në atë ndryshim dhe 4 pikat kryesore që i vendosëm ishin 1. Vazhdimi i rrugës evropiane e Maqedonisë, 2. Zhvillimi ekonomik, 3. Lufta me krimin dhe korupcionin dhe shteti së drejtës, dhe 4. Decentralizimi fiskal. Kjo ishte marrëveshja që e bëm ne si Vlen me VMRO-DPMNE.